hajde birë ta këshyrim një vend Prizren për xhami. Presojmë tek i madhi Zot që shumë shpejt ta bëjmë hapjen e kësaj xhamie. Kontur. Në hartën botërore të qyteteve simbol, Amerika ka New Yorkun, Turqia ka Stambollin, ndërsa Kosova ka Prizrenin, kryeqytetin e kulturës dhe trashëgimisë. I vendosur rreth maleve të Sharrit, në një pozitë të veçantë gjeografike mes Kosovës, Maqedonisë e Shqipërisë, Prizreni ka qenë ndërshekuj një pikë takimi e rrugëve tregtare, kulturave dhe identiteteve të ndryshme. Më i bukur se në pamjet digjitale, Prizreni të pret që në hyrje me minaret si një kuror mbi qytet dhe me zërat melodios të muezinëve që e nisin ditën me qetësi shpirtërore. Nga kalaja, qyteti shfaqet si një mozaik harmonie, ku xhamit duken si filxhan kafeje të radhitur, minaret si ruza Gjerdani, e çdo pamje të fton ta shijosh nga afër. Trashëgimia kulturore e Prizrenit është një kolorit i rrallë, që përfaqëson omnibusin më atraktiv të identiteteve në Kosovë, duke zhndërruar qytetin në një djep kulturor. Kalaja e Prizrenit, lidhja shqiptare e Prizrenit, Lumbardhi, hamami, xhamit dhe objektet e shumta kulturore e religjioze ndodhen në një hapësirë të përqendruar urbane, vetëm pak metra larg njëra tjetrës. Kjo afërsi e monumenteve e bën Prizrenin një muze të hapur, ku historia, besimi dhe jeta qytetare bashkëjetojnë natyrshëm. Si një nga qytetet më të vjetra të Kosovës, i përmendur që nga mesjeta dhe i shënuar nga lidhja e Prizrenit, ajo mbetet një shtyllë e rëndësishme kujtesës historike dhe kulturore shqiptare. Përballë kalasë së Prizrenit, vetëm pak metra nga lagja historike Kurilla, gjendet xhamia e Bajerit, e ngritur si një sorkadhe mbi qytet. Prej nga pamja përfshin pothuajse çdo cep të Prizrenit. Njëri tokën e tjetri ndërtimin e xhamisë. Kjo erdhi fal personave dashamirës të cilët Bashkësisë Islame të Kosovës i dhuruan këtë që po shihni. Atëherë jemi në lagjën Bajer, në qytetin e Prizrenit, niveli me cilin jemi paralel edhe me kalan e Prizrenit. Rëndësia e këtij objekti është sepse në këtë lagje njëherët nuk ka pasur xhami më herët. Dhe gjithashtu edhe qytetarët edhe besimtarët kanë shprehur dëshirë që natyrisht me bisedimin edhe të Bashkisë Islame në Prizren, por gjithashtu edhe me zyrtarët, që në këtë vend të ndërtohet një objekt kulti ku njerëzit do të kenë mundësinë për të kryer obligimet e tyre fetare. Vlen të theksohet se parcela në të cilën është ndërtuar objekti i kësaj xhamie është udhëruar në vitin 2018 nga familja Rototo. Më pastaj, sikurse e potencuam edhe pak më parë, objekti është ndërtuar nga familja Faruk Haxhis të Ndjerit tashmë, në bashkëpunim me Bashkinë Islame në Prizren, dhe me 23 dhjetor të vitit 2020 është hedhur gurthemeli pikërisht këtu në lagjën Bajer të qytetit të Prizrenit. Andaj ne u jemi falëndërues maksimalisht familjes Haxhiu, por gjithashtu edhe familjes Rototo, që kanë dhuru parcelen dhe këta të cilët e ndërtojnë këtë objekt të kësaj xhamie të bukur të qytetit të Prizrenit. Atëherë xhamia është një hapësirë të gjerë, ka filluar në saktësisht gurthemeli është hedhur me 23 dhjetor të vitit 2020 dhe është bërë nga familja Haxhiu, Faruk Haxhiut, tashmë i Ndjer. I Ndjeri ka shprehur dëshirë që në bashkëpunim me Bashkinë Islame ta ndërtojë një objekt vetëm familja e tij. Punimet janë pothuajse në përfundimin e tyre. Shpresojmë tek i madhi Zot që shumë shpejt ta bëjmë hapjen e kësaj xhamie. Natyrisht kemi edhe disa detaje të vogla të cilat duhet të përfundohen. Ne në bashkëpunim edhe me familjet që ne kanë marrë përsipër për ndërtimin e kësaj xhamie, jemi në biseda të afërta. Shpresojmë që shumë shpejt të hapet dhe ta gëzojmë të gjithë së bashku.
Atëherë, njerëzit në vazhdimsi kanë kontribuar në qytetin e Prizrenit për ndërtimin e xhamive. Dhe familja e Faruk Haxhis, tashmë të ndjerit, i cili ka ndruar jetë në vitin 2021, më pastaj familjarët kanë marrë përsipër që punimet të vazhdojnë edhe më tej. Gjithmonë janë shprehur të gatshëm besimtarët në vazhdimsi në qytetin e Prizrenit që të ndihmojnë në ndërtimin, rindërtimin, mirëmbajtjen e xhamive të qytetit të Prizrenit. Natyrisht edhe kjo xhami është marrë nga kjo familje, sikur se thash edhe më parë, punimet janë prolonguar paksa sepse familja vet e ka marrë ndërtimin dhe pothuajse jemi në përfundim e sipër të punimeve në këtë xhami. Qyteti i Prizrenit ka njerëz të cilët kontribuojnë në vazhdimsi në këtë drejtim dhe gjithashtu ne ju jemi mirënjohës si Bashkia Islame e Prizrenit, por edhe si Bashkia Islame e Republikës së Kosovës, të gjithë atyre të cilët kontribuojnë në këtë drejtim në mirëmbajtjen, rindërtimin, ndërtimin e xhamive në këto hapësira. Në Prizren po ndërtohen edhe disa xhami të tjera, ajo në lagjën Bajram Curi dhe tjetra në fshatin Vlashnje. Këto janë dy objekte të cilat shumë shpejt pritet përfundimi i tyre, e të cilat po e kuptimsojnë sloganin e Prizrenit si qytet i minareve. Po, kemi edhe xhamin e cila është në afërsi të Kforit Turk këtu në Prizren, edhe atë shpresojmë që shumë shpejt të hapim. Këto të dyja janë pra shumë afër hapjes së tyre. Një datë të saktë nuk e kemi, por shpresojmë që punimet të përfundojnë shumë shpejt dhe inshallah dhe ne t'i gëzojmë dhash Zoti sa më shpejt që të hapen, aq më mirë edhe për ne. Ekipi Kontur ka zhvilluar një intervistë me Emir Misinin nga familja që mundsoi realizimin e këtij projekti. Ai ka ndjekur punimet në detaje dhe na flet plot ndjenja momentin e nisjes, idesë e deri tek finalizimi i saj. Unë jam nipi Haxhi Farukit i Ndjerit. Gjyshi e ka vendos me bo këtë hajrat në qytetin e Prizrenit, se është me shumë breza jena të jetu këtu. Po kjo kom për gjyshin një hajrat, një emanet edhe prej gjyshit dhe gjyshës e gjyshit, ku ja kanë lënë si një emanet me bo një hajrat në emër të familjes, brezave që kanë jetu në Prizren. U kon kjo moment edhe një caktimi Zotit, ku edhe Zotin dhe në përmjet andrave pak ja ka dhënë do sheja, do instruksionet që kjo hap të miret pak ma seriozisht dhe pikërisht në qatë moment. Dhe pasi e ka ndru babën e vetë, ku i ka thonë që hajde birë ta këshyrim një vend Prizren për xhami. U konë ditë e gjumaja, po më kujtojtë si sot, dhe kur u zgju gjyshi kej emocionuar, po pak edhe i shqetësum se i ardha i momenti i emanetit, dhe bashkë me gjyshin i kena vizitu kryesin Bashkisë Islame në Prizren, ku kena kërku informacione për vendet ku mujna me bo një projekt tillë. Falenderojmë edhe prej kryesisë se na kanë dalë shumë të afërt dhe ne i kanë sqaruar gjithat vendet në Prizren, kur i ka pas opcionet, se janë në opcion 2-3 vende në Prizren, ku kena pas atë mundësinë me punu. Po moment kur dulem që të pikë këtu, si opcion gjyshi e zgjedhi qëtë vend për ndërtimin e hajratit xhamisë. Pse u zgjodh pikërisht ky vend? A nuk kishte xhami më herët, kishte nevoja prej besimtarëve, xhamatlinjve për xhami? Tash, janë 2-3 arsye. Njëna prej tyre është se edhe gjyshi u kanë bashkë edhe me kryesin, ka pasat dëshirën të rikthehet xhamia në kala Prizrenit, po ai momenti su realizu për jetën e tij, edhe qëtë pozicione ka pas pak si të paktën me plotësuat njetin edhe dëshirën e vetë që e ka menu për jetën e vetë.
Zotëri Emir, ju keni qenë edhe mbikëqyrës gjatë punimeve, prej fillimit punës e deri në këtë fazë ku edhe aktualisht gjendet. Na tregoni pak për vështirësitë që keni hasur gjatë punëve. Tash, natyrisht janë konë 4-5 vite janë në pyetje ku kanë ndodhur edhe dësende ku janë konë rrethanat globale, jo veç në lidhje me neve, u konë pandemia. Pandemia ka shkaktuar një vonesë edhe një problem ku s'kena mujtë me parashiku do procese. Moment u konë për veti me një vështërsi, po elhamdulillah për Zotit, deshti Zotit na lehtësoi, na ndihmoi edhe erdhëm deri te faza përfundimtare. Po, na tregon më shumë detaje në lidhje me objektin, ndonjë veçanti që ka xhamia që ti ndoshta e ke pa në këtë xhami dhe nuk e ke pa në xhami tjera. Është planifikuar diçka për zërimin, ndriçimin? E para është për Prizren në këtë xhami që kena pas kujdes edhe me vetë Rahmetlin, që hapësirat e grave dhe të meshkujve të jenë damas, edhe secila gjënia të jetë me atë ratin e vetë. Në atë mënyrë xhamia për shembull është ndame prej rrugës kryesore, e ka hymjen damas për gra, hymjen damas për meshkuj. Në njëjtën fazë përcjellin edhe elemente tjera, për shembull në pjesën e grave kena mi pas abdesanet edhe WC-at, edhe faltorët me zgjidhjen për gratë damas, ku ata mundën mu kry me shumë rati dhe lehtësi, në njëjtën formë edhe për meshkuj. Jashtë kësaj, kjo xhamia në katin e parë, se është nga 2 etapa, në katin e parë është edhe parashiku për anës e gjyshit, Rahmetlis mu bo edhe një klasë për mektep, për nxënës të shkollës fillore, ku mujnë nxënës e kësaj lagjës marrë edhe me marrë edukimin e fesë islam. Po detajet sekondare është parapar ndonjë kaligrafi, dizajn brenda xhamisë? Kaligrafia është e parapame, jenë ato prit për momentin një përgjigje prej Turqisë, se zakonisht këto punimet janë pak ma të lidhne jena me Turqinë edhe në aspekt materialeve edhe punimeve, po presim mas Ramazanit besoj niset edhe punimi i kaligrafisë. Sa është kapaciteti i personave që do t'i zërë xhamia brenda? Po pritet për afërsisht meshkujt dhe gratë së bashku 400 deri në 500, varet aty edhe pak prej detajeve të fundit të objektit ku kjo mundet me dalë edhe deri 600. Nderuar, si po ndiheni sot që po shihni që ëndra e gjyshit tuaj, familjes suaj sot është bërë realitet. Janë ngritur minaret, është ngritur xhamia e cila prej cilës po shihet nga e gjithë anët e Prizrenit. Si ndiheni sot? Në këtë pikë unë jam njeri falënderues ndaj Allahut që njerë ma ka mundësu këtë mundësi me marrë pjesë në një punim të shtëpisë Zotit. Veçanërisht jam krenar si pasardhës i Rahmetlis, ku tërë jetën e tij na ka kushtu atë vëmendjen edhe na ka lënë një trashëgimi ku na me ditë mënyrën dhe veprimin e jetës si duhet të veprohet në lagjën, qytetin, shtetin ku jeton. Po jam falënderues edhe ndaj Allahut, edhe ndaj Rahmetlis që na ka eduku dhe na ka lënë këtë edukim për breza në trashëgimi. Prizreni nuk është vetëm një qytet që vizitohet, është një amanet që ruhet. Është vendi ku historia, besimi dhe jeta qytetare jetojnë bashk, jo vetëm si trashëgimie së kaluarës, por si përgjegjësie së tashmes. Xhamit dhe objektet kulturore që podhurohen, restaurohen dhe ruhen nga brezi në brez, janë dëshmi se ky qytet nuk e harron rënjen e vet. Këto vepra nuk janë vetëm mur e gur, por shenja mirënjohje, besimi dhe vazhdimësie shpirtërore. Prandaj Prizreni mbetet kujtim e premtim, se ajo që është ndërtuar me besim dhe sakrificë, do të jetoj edhe për brezat që vinë. Me këtë pamje të bukur nga minaret, Prizrenin kush e viziton një herë nuk largohet kurrë plotësisht, sepse ai nuk të thot lam të mirë, por të fton të kthehesh sërish.
Kontur.